Bismillahirrahmanirrahim. Shikues të nderuar, jemi prap live direkt në emision javor Fiku Hanefi në studion e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës. Si gjithmonë në këtë emision jemi me profesorin e nderuar Mustafa Vendi Havollin, trajtesat që kanë bëjnë me tematikat e shkencës së fikut, meqense kemi folur faktikisht rreth rëndësisë edhe me pjesë kemi pas emisionit të sunetin që zë vend në këtë shkencë, pra në shkencën e fikut, me theks veçantë tek hanefinët. Kështu që kemi ardhur tek kushtet ose tek hadithi ahad, që faktikisht profesori i nderuar na ka sqaruar javën e kaluar se çka quajmë do thotë ose çka do të kuptojmë me hadithin ahad. Tash e kemi emisionin rreth kushteve të hadithit ahad, profesor, cilat janë ose si vlerësohen ose si vendosen kushtet e hadithit ahad. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Hadithi ahad është një prej kategorive të hadithit, do të kur shiqohet hadithin nga këndvështrimi i rrugës së transmetimit prej pejgamberit alayhis salam. Ajo që duhet theksuar më njëherë, neve hadithit ahad kemi dhënë rëndësi dhe kemi me dhënë rëndësi ose kemi me marrë shumë trajtesa, për arsye se hadithi ahad është ai që është numerikisht mas shumti. Do të praktikisht, siç kemi thonë, hadith mutawatir kemi shumë pak, hadith me shurë gjithashtu kemi shumë pak, po pak më shumë se mutawatir, ndërsa hadithi ahad është ai që mbi së ndonë dhe mbi zotëron dhe praktikisht çdo çështje që e ndëgjojnë në shumicën dërmuese të rasteve, hadithi është ahad, do të ka një rrugë transmetimi ose varësisht sipas asaj që kemi sqaruar, është garibuse azizuse. Do të shej kurreshtet të madhe tek shikues profesor, do thotë hadithi ahad. Mirë, po neve sot në fillim po fillojmë me kushtet e hadithit ahad tek muhadithinët, sepse emisionin e kemi të Fikut Hanefi, por nuk e kemi tek fukahat, por te muhadithinët njëherë. Praktikisht kemi çore, po i marrë çortë sepse këto dy rrafshe i muhadithinëve dhe fukahave e plotësojnë praktikisht njëra tjetrën. Se nuk mund me i konsideruar si palë rivale, edhe pse historikisht shpesh janë konsideruar të tilla apo mbërshaj, dhe kanë vazhduar sepse ka pas të tillë që e kanë përkrah këtë çështje dhe janë munduar që me pas hendekun mes dietarëve të hadithit dhe fukahave ose ehlur ra'it që preferojnë dietarët e hadithit të quajnë fukahon. Për ata dhe kjo çështje ka qenë shpesh herë po ka kaluar deri në mallkim të njëri tjetrit. Po sida që tjetë, jemi na tash ndrofshëm fushën ose në momentet kur duhet të mundohemi që ti parafrojmë qëndrimet, mirë po ajo që duhet potencojmë një herë është se dietarët e hadithit, shiqoni, me mërrit e pejgamberi alayhis salam, secila prej shkencave e ka them metodën e vet për me mërrit e pejgamberit salam. Rrugën e vet. Po rrugën e vet. Tash dietarët e leximeve të Kuranit për me mërrit e pejgamberi alayhis salam kanë rrugën e vet. Metodën e tyre. Kushtet e tyre. Kushtet që duhet të plotësohen te transmetimi i qirajeteve ose leximeve të Kuranit. Dietarët e hadithit e kanë metodën, mënyrën e vet, metodologjinë e tyre për me mërrit e pejgamberit alayhis salam, se synimi është çajo. Mu verifikuar diçka që është dalë për pejgamberit alayhis salam, si fjala apo është vepruar për pejgamberit alayhis salam apo është pëlqyer prej tij. Dietarët e fikut e kanë metodologjinë e tyre. Dietarët e historisë historisë pejgamberit alayhis salam kanë metodologjinë e tyre. Kanë herë dietarët e hadithit janë munduar me imponuar metodologjinë e tyre edhe në shkencat e tjera. Ktu ka rezultuar telashet. Për arsye se ajo që vlen në hadith me au aplikuar në shkencat e tjera kanë dalë me telashet e hadithit. Me telashet moja, se tash na kemi hadithin ahad. Ne nëse veprojmë me kushtet e muhadithinëve që i kanë parapon pranimin e hadithit, që ata ka prej tyre që mendojnë që hadithi ahad ofron bindjen e plotë se e ka thënë pejgamberi alayhis salam, jo dyshimin. Pse rruga transmetimi është me kandje person dy eventualisht po. Megjithatë, këtë çështje nëse e aplikojmë tek qirajetet, që është kusht me kon mutawatir atje.
atëherë kem të lashet mëdha. Sigurisht. Se detyrohem me pranue në Kur'an gjithçka tani. Ose me e aplikue në shkencën e historisë së pejgamberit alayhis salam. Të dietarët e hadithit, tash nyja nëpërmes cilës kalon, thuaj se shumica e historisë së pejgamberit salam është Muhammed ibn Ishaku. Muhammed ibn Ishaku është modelist e dietarëve të hadithit. Praktikisht të shumica prej tyre është i dobët. Bile Imam Maliku e konsideron me fjalë fyesa nëse. Tash nëse neve e aplikojmë metodologjinë e hadithit ose muhadithinëve, në histori mesëm pa historitë e pejgamberit alayhis salam. Që shumica atyre ndodhive që kemi mësuar rreth pejgamberit alayhis salam e kanë bërë na dolin pa baza praktikisht. Me kushtet muhadithinëve që s'ka logjik kjo çështje. Sigur që aplikimi i metodologjisë së muhadithinëve edhe në shkencën e fikut praktikisht në ndjerë të lashe. Për ata mund ndihmua me njëra tjetrën në fushat caktuara, po jo me detyruar fuqahan me marr metodologjinë e tyre në pranimin e hadithit gjithsesi, ose dietarët e akaidit me marr dhe me aplikue rivajetet e tyre gjithsesi, sepse ato rivajetet siç do të shohim ato janë të ndërtuara mbi ijtihad. Do të dietarët e hadithit vendimet vlerësimet e tyre rreth transmetuesve që si rezultojnë edhe te dalja me rezultat a është hadithi i pranuar, a është fjala e pejgamberit ajo, ato nuk janë ndërtuara mbi çështje të prej formës prerë. Ti përmendëm 5 kushtet që dietarët e hadithit i konsiderojnë se nëse i plotësohen, hadithi është i pranuar. Kushti i parë është që rruga e transmetimit të jetë pa shkputje. Që të vargu zinxhiri i transmetuesve do të kenë takuar dhe të ketë marrë drejt për drejt njëri prej atij që është mbi te. Që nën kupton çdo transmetues ose para tij. Çdo transmetues ta ketë arrit dhe të ketë marrë drejt për drejti prej mësuesit të tina ose atij që ka transmetuar prej tina deri te pejgamberi alayhis salam. Nëse ka shkputje në rrugë transmetimit, që nën kupton një transmetues kur qyrum historikun e tina, shohim se ai ka lind mas vdekjes së atij që ka transmetuar, dim që ka shkputje. Dhe prej këtu hadithi na del i do pse, sepse rruga e transmetimit nuk është e lidhur si zinxhir, po ka shkputje në lidhmërinë e zinxhirit të transmetuesve. Kjo është kushti i parë, që rruga e transmetimit të jetë pa ndërprerje. Pastaj ata e konsiderojnë si kusht i dytë el adale, që transmetuesi me kon i drejtë. Me këtë el adale që kanë herë mendoj se ma drejt është fjala me kon i besueshëm, për arsye se kur e shpjegojnë në librat e Mustalah al-Hadithit ose librat e shkencave të hadithit, praktikisht me adale dietarët e hadithit e thonë el-adil, kush është çfarë nuk kupton, çka hyn në te, thonë me kon musliman. Transmetuesi me kon musliman. Me kon në moshën madhore, me kon i shëndoshëm, psikikisht mos me kon i smur psikikisht. Me kon i devotshëm, i larguar prej ndalesave të mëdha dhe mos me vazhdu në ndalesat e vogla dhe mos me bo asnjë punë që bjen ndesh me kriteret morale në shoqërinë ku jeton ai. Me këtë kriteret nuk kupton fjala el adale. Për ata mendoj që kjo me i plotësu kriteret kushtet që me kon i besueshëm. Atë është qëllimi faktikisht. Edhe kushti i tretë është e dopt. Përpiknia që nën kupton që transmetuesi i hadithit duhet momentin kur e pranon hadithin e transmeton prej atij që para atina, transmetuesit të mëhershëm më lart se ai, mite, të ketë kujdes me interesin plot ta përcjell fjalën që po transmetohet, ta mbaj përmend atë ose ta shkruaj dhe ta përcjell ashtu si e kanë dëgjuar. Do të po kënd bëjmë me një përpikni që do të ajo që transmetohet si fjalë e pejgamberit në përpikni me ndëgjuar dhe me mbajt mend dhe me përcjell ashtu siç e kanë dëgjuar. Kjo është dopti. Ndërsa dy kushtet e tjera ndërlidhen me tekstin e hadithit, jo me rrugën e transmetimit, ajo është që teksti i hadithit mos me kon shadh, që ndërsa përsëri kemi një ndërlidhje edhe me zinxhirin e transmetuesve, sepse thonë çka është hadithi i shadh? Hadithi i shadh është kur
transmetuesi i besueshëm e kundërshton që është dikën që është më i besueshëm se ai. Dhe kështu që kur transmeton një transmetues i besueshëm një hadith pejgamberit alayhis salam dhe në atë hadith e kundërshton dikën që është më i besueshëm se ky, atëherë ky s'ka forcë me i dobti pak më pak i besueshëm me e kundërshtua atë që është më i besueshëm ose ata kanë një rrej tjetër transmetohet për më shumë se një rrugë ose një transmetues edhe hadithi i tillë quhet hadith Shadh i Betmur e ka kundërshtuar që është më i popularizuar se më i fuqishëm dhe më i njohur se ky. Dhe mos me pas ilet. El-illa të dietarët e hadithit nuk kupton ata thonë është një defekt i msheft. Që s'doket sipërfaqësisht hadithi rruga e transmetimit duket perfekt në rregull janë. Transmetuesit janë këtë besueshëm. Krejt janë të përpikt, krejt janë fetar të mirë e sane, po megjithatë hadithi ka një defekt të msheft. Qaj kur ka defekt të msheft që s'do këtë në shiqim në parë, ose që se marrin ata që nuk janë të specializuar në fushën e hadithit, ta konsiderojnë se hadithi është muallel. Ka ilet dhe defekt që është pak më i msheft. Kur i marrëm krejt të kushtet dietarëve të hadithit, që kanë parapor dietarët e hadithit, praktikisht shohim që nuk ka asnjëna prej tyre gati që nuk ka divergjenca mes dietarëve të hadithit. Kur flasëm me Zinxhiri i shkputur, ka problem mes Buhariut dhe disave dhe të tjerëve që nëse është transmetuar me anë prej filonit, nuk thotë më ka thonë ose e kum dëgjuar filonin, po këtë hadith e transmeton filoni prej filonit. Fjala prej filonit nuk do të kuptoj që kanë dëgjuar drejt për drejtë. Shumica e dietarëve të hadithit mendojnë se këtu nëse transmetues kanë pas mundësi mu takue, kanë pas mundësi, do të zdim sigur që janë takue, po kanë pas mundësi mu takue, atëherë konsiderohet se rruga e Zinxhiri nuk është e shkputur. Imam Buhari thotë jo s'ka pas mundësi. Do të mjaftohet me këtë, po thotë duhet të sigurohemi, duhet të kemi fakte që janë takuar për ndryshe nuk konsiderohet. Do të ka ijtihad. Nëse do të ka më shumë se një mendim, edhe gjithashtu vlerësimi i dikujt se është i besueshëm. Besueshmëria nuk është me kilogram që me mot. Ju varet pas drejtësia atë që ka atje. Po, çfarë po them me besueshmëri. Kështu që njeri vlerëson për tjetrin sa e mërmendja. Dhe çdo më thonë që për ata për çdo personalitet gati kemi mendime të ndryshme. Për sahabëve të poshtë. Po se nuk janë ato kriteret bashkëcaktuar për me arrit sasinë e duhur. Sigurisht edhe është se besueshmëria dhe kriteri moral shpirtëror është i mbrëmshëm. I drejtë do të njeri mundet mu dukt para të tjerëve, mu shti para të tjerëve që kështu të mirëpon në realitet mundes më kondi i tillë dhe përderisa është kështu vlerësimi është sipërfaqësor dhe se mund të thonë vallai në fund prier filoni është pe transmetuesve burri mirë. Sidomos kur vlerësimi i transmetuesve është bëu pe gjeneratave shumë të mëdha që se kanë po kurr. Do të është marrë një mendimi filon vlerësuesit, filon vlerësuesit të cilët shpesh janë kontradiktore rreth tina dhe është një përfundim që tu ju përmbajt rregullave të caktuara që kanë para po muhadithint me dorë dhe me vlerësuar që valla transmetuesi i caktuar është i besueshëm. Për piknia, s'mundu me mot çush me mot fjalë, unë jam i përpikt do çdo gjë që ndëgjoj e mojnë me përmendsh dhe e përcjell ashtu si e kam dëgjuar. Kjo është forcë intelektuale mendore, megjithëse që s'është gjithë e njëjtë. Ata s'kan aplikuar teste që me bëu testimet e s'ka mundsi, ata mundon me bëni një lloj testimi sepse për me thonë me pasi për piknia ose adopti është të një transmetues, mundohen me i krahasua transmetimet e tij me transmetimet e të besuar e të përpiktëve, ase kanë që njohur me adopt. Dhe në bazë saj na vlerësojnë, po gjithëherë ka divergjenca, ka ndryshime, kështu që mendimet çështu dalin pe do divergjenca mes dietarëve të hadithit, po flas tash, po them, tash kanë thënë fukahaja për muhadithint. Po praktikisht çdo njëna pe 5 kushteve kërkon që muhadithi kur e vlerëson hadithin, jo veç sipërfaqësisht, më thonë vallai i kemi 5 kushtet e plotësuar apo duhet bajegi me pas një bagazh të gjitha shkencat e hadithit, në mënyrë që kur del në fund me dalë me rezultat se hadithi është sahih. Po sanet janë ndërtuara mbi ijtihad.
Me qenë se jemi të ijtihadi, profesor, neve më herët kemi folur në fillet e misionet tona rreth shkencës së fikut. Kemi folur rreth ijtihadit në shkencën e fikut, si produkti i saj është faktikisht edhe vetë ijtihadi, po çka ne kuptojmë ijtihad, me qenë se përmendet tash disa herë tek muhadithinët. Shqo, ijtihadi në realitet si term në kupton edhe në fikë edhe të muhadithinët, kur çështja nuk për cilën flitet ose jep mendim muhadithi nuk ka argument dhe formë të prerë, po jep mendimin e tij në për shembull pe vlerësojmë një transmetues. Da kemi me pos të lashe, marrëm në shembull. E qartë. Me po që, për shembull, te dietarët e hadithit është shumë e popularizuar me çështja e bidatxive. El-Mubtadi'a, rivajet el-Mubtadi'. Na kur i marrëm mendimet e dietarëve të hadithit rreth transmetuesve që janë konsideruar bidatxhi. Bidatxhi çfarë nuk kupton te dietarët e hadithit bidatxhi? Te dietarët e hadithit bidatxhi nuk konsiderohen ato që jeni mësuar sot, jo po më vlod, jo po në tallkin. Këto janë çështje që ata që mbar me to janë as terciale, saqë veç na e kemi luksin në këtë kohë se kemi në rreth që kemi rregulluar thojza të gjitha punët e tjera, edhe tash kemi mu mor me çdo çështje. Po. Te dietarët e hadithit të vjetrit, edhe te literaturën e hadithit me fjalën bid'a nuk kuptohet bidati dhe erisit në fushën e besimit që është shumë e rrezikshme. Do të është fjala për sektet të cilat është e logjikshme me dhënë prioritet sepse në besim është rrezikshmëria faktikisht, me shpik diçka. Praktikisht na kemi bëjmë me bidati, nuk kuptohen krejt pasuesit e sekteve të tjera, të cilat janë paraqit në shekujt e hershme, ose të cilat kanë filluar më paraqit me njëherë mbas vrasjes së Uthmanit radhiyallahu ta'ala. Na po flasim për Shiat, po flasim për Mu'tazilet, po flasim për Murxhiet, po flasim për Kadiriet. Edhe ngjajshëm, do të që janë pej sekteve që kanë vepruar në këtë kohë dhe shumica prej tyre i kanë konsideruar jo musliman palën tjetër. Tash divergjencat që kanë pas. E tash na kemi pej transmetuesve të cilat janë gjitha këtyre sekteve. Tash cili o konë qëllimi ose cili është qëndrimi i dietarëve të hadithit. Praktikisht mu thellun këtë çështje dhe mu marr me mendimet e dietarëve të hadithit pej vjetërve deri te bashkëkohët, na habitëm sa mendime ka. Edhe pse ata mundohen me përkufizuar në 4 mendime. A pranohet as pranohet rivajeti prej atij që është pej pasuesi këtyre sekteve, që konsideron disa prej tyre të dietarët e hadithit konsideron jo musliman, do të dalin prej mileti komplet. Po mërshë. Se kështu që cilën mendim i marr. Për shembull, thot Imam Maliku spranohet për shembull pe shiave. Pe shitëve tash që po i thom. Spranohet hadithi i tyre fare. Ka derivajet gjithashtu pe Imam Ahmedit që nuk pranohet fare pe tyre. Thot na mund të thonë si mendim i parë është kundërshtimi dhe refuzimi i rivajetit të çdo transmetuesi që është pasues i njënës prej sekteve që i përmenëm. Disa prej tyre thonë jo, krejt sektet nuk janë njëjtë, se disa prej sekteve janë të njohura që si havaris për shembull që nuk kanë gënye. Kështu janë kundër ranet e përgënjeshtrimit. Rivajeti prej tyre pranohet. Mendim tjetër thotë jo, duhet bëjmë edhe një dallim tjetër. Ajo është me po këtë pasuesin e këtyre sekteve në realitet a është veç pasues a edhe agjiton në te, do të fton të tjerë në te. Nëse është vetëm pasues, atëherë dhe po nuk agjiton në te, atëherë nuk fajen më të vogël. Më të vogël pranohet rivajeti i tij. Po nëse fton të tjerë, atëherë nuk pranohet prej tij. Kemi për dietarëve të tjerë që bojnë tash edhe divergjencë dallim gjithashtu thonë, jo, nuk do të më kthyer kredin kët, po do të më kthyer bidati që ai fton në te. Sa është i rënë dhe i madh. Tash edhe shiat nuk janë një kategorie. Ka prej tyre që e kanë ndoshta Aliun radhiyallahu ta'ala anhu më shumë se krejt tjerë të sahabe. Që do thotë edhe më shumë se Abu Bakrin dhe Omerin. Kjo është një kategori. Ka kategori prej tyre që e kanë ndoshta Aliun më shumë se të tjerë
po edhe i kanë fyë tjerë sahabët. Po, grupi i parë që si kanë fyë, veç i kanë mund prioritet. Pe ati të parit, kemë rivajet për Imam Muhamedit që ka pranue. Hadithet. Pe i dytit, është pak problem, tash që këta e në kundë njoftën me në gjithë hadithe, me shpik hadithe. Do të praktikisht, na, kur i morëm krejt të sene, dolëm, kemi djetarët hadithit, ose transmitues të hadithit, cilët janë pasus të sektave. Dhe këta, djetarët hadithit do për thonë, refuzohen komplet, do për thonë, pranohen komplet. Do për thonë, pranohet rivajeti i bidatëzive ose i pasusit të këtyre sektave nëse sëftonën sektin që i përket. Ndërsa nëse fton, nuk pranohet. Do thonë, do të më këshyrë sekta që a i ftonën te, ose i ka përqafue, se kanë gole me rajt dhe me shpik, e kanë ndalume. Nëse jënë tillë, atër do të praktikisht kemi mendime që t'i bie ndesh të qëllin me pranue. Për se cilin prej këtyne 4 mendimeve kemi djetar të mdhajt hadithit, kur thëmë të mdhaj, po flasë për ata që janë që njifen si kryesor, pjesa e shekullit të dytë dhe e shekullit të tretë, do të po flasën për imam të hadithit. Se Yahya ibn Ma'ini, Yahya ibn Sayyid al-Qattan, Shu'ba, Ibn Jaysh do të Imam Ahmed, Ibn Jaysh do të po flasën për imam të mëdha, e mëdha që kanë divergjenca në mendime rreth a pranohet apo nuk pranohet. Kjo çështje na sërën ijtihadin. Do të secili është munduar me arsyetue mendimin e vet. Dhe vëllai sipas kushteve të veta, sipas metodologjisë. Po, thotë vëllai ky është peshijave, mirë po, nuk e ka se ka dosh të alinë, po e që është shpirtit e zemrës, s'ka të loshe, ka posë të pej sahabëve që e ka ndosh të alinë ma shumë se tjertë. Në të hadithit june nuk refuzohet, që ka logik. Po problemi kur në bëhet i madhë shumë, në praktik, për ata djetari për tashma të vëndë bashkëkorve, që më ndoj që konë për djetari matë majtë hadithit në kohën e tina, Abdullah Gumar familja Gumar janë të njohtën, këta muhadithin që i njohëm na, praktikisht të si konsiderojnë muhadithin. Për arsye se s'kan pas rrugë transmetimi deri te pejgamberi. Na flasën për njerëz që kanë pas rrugën e transmetimit deri te pejgamberi alayhis salam. Po, ai thotë divergjencat rreth transmetimit prej pasuesve të sektave, në realitet janë vetëm teorike, se në praktik toni kanë pranuar. Çfarë vendys? Toni kanë pranuar. Thom, palashe që kanë ftuar në sekt vetën atë, të edhe ata. Argumenti s'ka asnjëri prej dietarëve to mos e lënë jashtë Buhariun dhe Muslimin, që s'ka transmetuar prej tyre. Si, a pas kanë Buhari dhe Muslim transmetues bidatxhi që i përmenëm që ju takojnë sektave që i kanë konsideruar disa prej tyre edhe jo muslimon dietarë të hadithit, po ka dhe ka jo pak. Do të Imam Suyutiu në Tadribur Rawi përmen 79 transmetues në Buhari dhe Muslim që ju përkasin sekteve të ndryshme. Dhe ka jo pak prej tyre që në realitet janë konë prej sekteve që kanë ftuar në sekt me ngullëm. Sektën e tyra, do të me ngullëm. Tash më thonë, tash Omran ibn Hitani është ai që është për transmetues Buhariut, që ka livdue vrasin e Aliut radiallahu ta'ala anhu. Ja, darbeten min taqine, që do virë që ati do srufa, shumë dëvot shumë ato që e ka ekzekutuat aromjen e ti të ndershme, sa në kone ka vroj, ka mbyt Aliut radiallahu ta'ala, njënë për përgjume me xhenet. Pa është transmetues në Buhari. Dhe është ftues. Dhe do të kemi fjallën për numër jo të vogël, 79 transmetues. Vazhdeshta me vetë për numrin. Po 79 transmetues dhe praktikisht kush don me po me emra të përmendur gjithë janë në Tadribur Rawi. Bile ai që e ka siguruar Tadribur Rawin prej me tash po kontroll dhe tahkik të Hoxhës Muhammed Awames, që është tash dietari më i madh i hadithit në këtë kohë.
atëre ja vlen mu kthye me po, ku praktikisht Muhammed Avambja, hafidhullah, Allah e ruajt që është gjallë halo, praktikisht i ka përmen edhe 12 sekteve që këta ju takojnë. Do të sharu kësë qëllim prej se qëllim. Kështu që do të nuk është bardhëzi të djetarët hadith, sikur në fik. Çdo gjë që s'ka tekst të formës së prerë në besueshmëri dhe në qartësi ka vend për ijtihad dhe mendime të ndryshme. Çashtu e kemi te dietarët e hadithit. Po ka për dietarët e hadithit që i kanë refuzuar Yasin Mumari komplet, ndërsa ka për tyre që i kanë pranuar edhe sekteve tjera që praktikisht e kemi edhe në Buhari dhe Muslimi dhe jo numër të vogël. Imam Hakimi, siç përmend gjithashtu Suyuti në të Tëribur Rawi thotë kum dëgjuar mësuesin tim duke thonë se Imam Muslimi e ka mush sahihun e tij me transmetues që i përkasin drejtimin e shit. Këto mendimet të dietarëve të hadithit, duke dietarëve të fikut. Kështu që plot çështje që ndërlidhen me transmetuesit në realitet ka divergjenca dhe janë të ndërtuara mbi ijtihad. Kush ka vlerësuar se pranohet transmetimi prej dietarëve që ju përkasin sekteve të caktuara i kanë pranuar hadithet e tyre. Kush ka konsideruar se s'pranohet, si pranojnë hadithet e tyre, dolin hadithet e dopta. Kush ka pranuar që transmetuesi, nëse është prej transmetuesve që ju përket këtyre drejtimeve, po është i besueshëm dhe nuk është ftues në mrapshtinë e tij, në bidatin e tij, është pranuar. Nëse është prej atyre që fton, nuk është në bidatin e tij nuk pranon, po kjo problematikë na paraqitet ku Buhari dhe Muslim kemi prej të gjitha kategorive. Edhe asi që kanë ftuar në bidat që përmana. Profesor, me qanë se i përmene këto raste, do thotë të këtyre transmetuesve që i përkasin sekteve ndryshme, a ka ndonjë studim të mbërfillt ose ndonjë fetva unanime prej dietarëve për një përgjigje më të saktë rreth këtyre ose me i hulumtue më shumë prej cila fushave të haditheve këta i kanë transmetuar që mundet me kondat në një sherri me fut pastaj në fe? Ndashta veç një natyrë të veçantë të haditha apo klasifikim në hadithe që transmetohen për këtë transmetuesit të sekteve. Po dietarët e hadithit kanë bërë punë të madhe në këtë drejtim, s'ka dyshim. Shumica e haditheve që janë transmetuar, që janë të dobta, që janë të rrajshme, janë të transmetuara me çdo synime. Se ka prej tyre që i ka bëzot i hidaja tash po, do të praktikisht kanë studiu, kanë sa në njerin kon, pasues të këtyre sekteve të caktuara. Masalena mas studimeve të mirëfillt kanë përfunduar dhe larguar prej sekteve të caktuara dhe përcaktuar për drejtimin e Ahlus Sunne wal Jamaa që është i njohur më i përhapur në botën islame. Ata kanë kallëzuar tani më vonë që çka kanë bërë kur janë kon atje. Tregojnë që jo veç që kanë shpik hadithe me ndihmuar mendimet e tyre, po shpesh herë kanë shpik hadithe që me i devijue këta tjerë që janë kon Ahlus Sunne wal Jamaa. Për shembull, njëri prej tyre thotë çdo problematikë që i kum pas dietarët e Medinës kanë mujt më marr vesh me zveti, ja u komunimuan në spartim me një hadith. Te kum shpikni një hadith. Po për ata është punuar shumë edhe gjatë dhe për ata dietarët e fikut kanë shtuar, siç do të shohim kur të flasim për kushtet që kanë shtuar Hanefit, kanë shtuar edhe kushte të tjera shtesë në mënyrë që me kon kritere që mas plotësimit të tyre jemi të bindur që hadithi është transmetuar prej pejgamberit alayhis salatu sallam e jo tjerë. Bile është tash kur e përmendëm këto që ka disa prej tyre që i ka udhëzuar Allahu xhaleshanu, është problematik tjetër të dietarët e hadithit. Ai i cili është i njohur që ka gënjye, ka shpik hadith pejgamberit, i kanë gjithë hadith pejgamberit alayhis salam. A pranohet hadithi i tij mas teubës mo ajo? Po dhe kjo çështje do të diskutohet. Po është diskutuar përsëri e kemi komplet për dietarëve, shumica dërguesve dietarët hadith thonë mo, po ka bë teube. Sa do thonë, jo mo nuk i pranohet në emër të deni. Imam Muhamedi thotë teubja është mes tina dhe Zotit. Rivajetet e tina mos pranohen. Po dhe kjo çështje e brendshme është. Kjo çështje i Imam Muhamedi. Do të plak shumica për dietarët hadithit. Po Imam Nevavi i kundërshton më të madh këtë çështje. Jo, nëse ai që s'është musliman është çafer komplet, pe pranon islamin, e po pranohet hadithi tina, pse kjo që ka bënë mëkat mos më pranohet hadithi tina.
Të është praf. Po. Me pranuar. Mas pendimin, mas që janë sharuar ata. Po flas që janë divergjenca me rreth se kur po përmendëm kanë në fund supervizore, po del sikur po I rrisëm senet dhe s'ka kurrë në rast nënte. Në realitet praktikisht ne I shumë këto janë pe shumë sene se gati mos them gati në çdo për kufizim ka divergjenca mes dietarëve. Dietarët sepse sene do të jenë të formës së prerë. Po ajo që I bashkon gjithashtu se synimi ka qenë si me gjithë një formë ma produktive që jap rezultat që me realizue me dal hadithi I pasër se kristali që I ka thonë pejgamberi a.s. Kështu që secili ka gjetë formën e vet, mendimin e vet, vlerësimin e transmetuesve kur ka divergjenca rreth tyre çfarë më bë tek më bë dhe praktikisht se për ndryshe ka dikush që transmetuesit të veçantë kanë kundërshtuar dietarët aty kanë folur për të fjalë jo të mira si për shembull Abdulhamid al-Himani ka transmetuar pejtina Buhariu Imam Muhammad al-Shnutina sai كان يسرق الحديث ka vjedh hadithet po të gjojmë është transmetuar në shembull të hadithet profesor apo këto po kemi kemi awhamu thiqat kemi dhe zjadë të kjo është në interes po praktikisht atëherë do të ndalëm kemi pas një ligjërat të posaçëm po në veçantë kur praktikisht dëshuam se përveç tjerash edhe pse janë të besueshëm edhe pse janë përpik të sane megjithatë ka gabime do të sa njëri ka të singon të me shumica prej tyre mirë po njëri ka bu që tu hadithet me dal më pa rezultati që thom ka divergjenca ka njerë në tekst hadithit shumë mëja ka njerë ndryshon këtë kuptimi I hadithit sane po e shumë që transmetues kanë qenë të besueshëm dhe janë kont njohur të dietarët e hadithit si të përpikt po megjithatë janë njerëz përderisa janë njerëz po gjithatë po flasim për një hadith e dy na po flasim për libra të shkruara për shembull awham al-muhaddithin al-thiqat na po flasim për libra 6 volumsh na po flasim për 3-4 hadithe po më rëshajo ose shtesat që janë të papranueshme shadh të thiqat po flasim për libra 2 volumsh numër jo I vogël gati 300 hadithe veç kësaj natyre që I ka përmendur autori. Që disa prej tyre do t'i përmendum se shembull inshallah në ligjërat të veçantë pa vonë. Profesor, duke e sharuar këto kushte, këto çështjet e hadithit ahad edhe për arsye tonë faktikisht numrin e madh të emisionit që kemi më pas rreth ahadit. Për arsye tonë kreshkencat praktikisht bazë kanë hadithin ahad. Po, me çan se tash tek Hanefit profesor, cilat janë kushtet e pranimit të hadithit ahad, sepse tash këta kanë vendosur sigurisht kushte të reja pak edhe po ka ndallime këtu. Dietarët e mëdhëbet ton përveç kushteve që I përmendën te dietarët e hadithit, I kanë përmend edhe disa kushte shtesë. 3 prej këtyre kushteve që na do të mundohemi me përmend sot shkurtazi, nëse mund kish më qenë mirë, ndërlidhen me transmetuesin, me transmetues të hadithit. Ndërsa kushtet e tjera që do të flasim gjerësisht për to, ndërlidhen me tekstin e hadithit. Po. Prej kushteve që ndërlidhen me transmetuesit të dietarët e mëdhëbet ton kanë thonë përveç 5 kushteve që duhet plotësohen atje, që I përmendëm duhet transmetuesi me I hadithit mos me e kundërshtue atë që ka transmetuar. Sahabiu I cili ka transmetuar hadithin prej pejgamberit alayhis salam ose njëri prej transmetuesve më vonë mos me kundërshtue atë që ka transmetuar prej pejgamberit alayhis salam. Kjo e dyta, transmetuesi I hadithit mos me punue se tash ajo është me e mohue e para. Tash mos me veprue në kundërshtim me atë që ka transmetuar. Do të divergjenca dallimin mes të parës dhe të dytës është se në parën ne I thonë ke transmetuar, ke thonë që të hadith, thotë ja, s'pas kom një akord për këtë, sa kom thonë në akorda. Do të mohon. Në rastin e dytë, kushti I dytë ka të bëj kur transmetuesi ose me fjalë kundërshton atë që ka thonë, që nën kupton ka transmetuar për pejgamberin alayhis salam diçka,
kur pyetet tash përgjigjen e jap në ndryshe ose me punë. Ka transmetuar, ndërsa praktikisht vepron ndryshe. Dhe kushti i tretë që e përmendni është sahabët mos me kon hadithi ahadi. Në kohën e sahabëve dhe sahabët me ja kthy shpinën me ditë për ta dhe me refuzua ose mos me ditë për ta, ndërsa problematika është kon mes sahabëve. Atash do të ka divergjenca në mendim të sahabëve. Rreth një çështje kem plot çështje që sahabët kanë pas mendime të ndryshme në çështjet e fikut. Bile po në çështjet e fikut, po në çështjet e besimit. Se këta po mendojnë disa po pretendojnë që s'është ashtu, është e vërtetë. Edhe ato që po konsiderojnë disa prej davetxhive bashkëkohor, hoxhallarëve, dietarëve të kohës, po thonë jo, në çështjet e hadithit, po më të akaidit, dietarët sahabët kanë pas divergjenca. Jo pak. Tash na po them ka pas pjesë sahabëve që para përmendëm se ata bëjnë pikë kushteve të besimit që nuk është s'është e tillë. Me dashte Ebu Bekrin më shumë, tani Omerin, tani Uthmanin, tani Aliun. Ose me besua që më i vlefshëm prej sahabëve është Ebu Bekri, tani është Omeri, tani është Uthmani, tani është Aliu. Kur fjalët e Uthmanit dhe Aliun e shohim që sahabët kur është bërë përzgjedhja, është përzgjedhur në trup, se kanë pas telashe me përzgjedh, sepse ka pas një pjesë sahabëve, banorët e Medinës që janë pro Uthmanit, një pjesë pro Aliut, dhe mas një kohë është marrë vesh që shumë i sajnë me Uthmanin dhe është, po do të tash nësë mundë më thonë, vëllaja, ata që janë musliman të mirë që kanë menduar që Aliu është më i dentë për. Po, thash. Ose a ka po pejgamberi alayhis salam me rastin e Isra'it dhe Mirajit, Allahu xhaleshanu. A se ka po. Ka divergjenca mes sahabëve. Tash çështja e besimit, është çështja e besimit, jo. Sigurisht. Tash ta thonë çështja e besimit, nëse është çështja e besimit, ata kanë pas divergjenca mes rreth asaj çështje, do të jesh në çështje dytësore ose terciore ose të fiku që dek praktikisht fiku konsiderohet si i tillë. Kështu që dietarët e sahabët kanë divergjenca rreth një çështje, tash ka logjike që mu ditë hadithi mos mi përdor njëna prej palëve. Atëherë nëse divergjenca ka me të tilla, s'kam përdor hadithin, na del hadithi mas shekullit gjenerata e dytë e treta sene, dietarët e mëdhëbit Hanefi mendojnë që si sporon gjenerata e parë, e dyta, ma vonë del hadithi, sene ajo është prej haditheve shaj që është hadithi do. Jetë në arhiv. Hadithi në arhiv, po. Është janë pej seneve. Mendoj si shembull që transmetuesi e ka transmetuar ose e ka kundërshtuar që e ka transmetuar kemi një hadith që neve Hanefive zakonisht tash po na nxjerr telashe po na pyesin xhamote po thon femra në moshën madhore e mençur në moshën madhore sa a ka të drejtë pa pëlqimin e kujdestarit me kyçën jetën bashkëtorë apo jo. Nëse po flasim tash çka është më mirë. Më mirë është kur gjithçka shkon në rregull. Baba prindjen s'ka dyshim që pse tash kanë luajt vlerat, po fëmijët vet, vajzat vet ja do të mirën më shumë se çdo kusht tjetër. Qartë. I riu se ka përvojën e të vjetrit, sa ne kështu që mund ndihmojnë njëri me tjetrin, edhe djalit e vajza ashtu, ajo është që është preferohet fetarisht. Po nëse një hap tillë ka bë, atëherë ata që janë mbështetur në hadith, edhe pe mëdhëbet fikut praktikisht kanë punuar sipas hadithit të Aishës radhiyallahu anha, ayyuma imra'atin nakahat nafsaha bighayri idhni waliha fanikahuha batil. Aisha në këtë hadith po transmeton po thotë çdo grua e cila martohet pa lejen e kujdestarit të saj, martesa e saj është e pavlefshme. Kemë bëjmë me la veritet tash. Dhe fatkeqësisht shumë pej hoxhallarët e na po thonë fatvasin sipas këtij hadithi. Mirë, na hadithin që e përmenum ka transmetuar Imam Hakimi në Mustadrak, edhe ka thonë është hadith sahih. S'ka dyshim rreth kësaj çështje, po nuk është përmend në librat burimore parësore të hadithit. Do të praktikisht kemi librat ma terciare, po jo ne po na intereson tash Aisha radhiyallahu ta'ala ka punuar me haditha jo.
është transmetuar prej saj që s'ka punu me hadith. Sepse pakun vllave saj aty e ka fejuar vajzën e tina praktikisht pakun kujdesare aty, pa marrë pëlqimin e saj, e kujdesarit. Dhe në njëjtën çështje këto deshta me e përmend në këtë rast se hadithin kush e ka transmetuar? E ka transmetuar Ibn Jurayji, Sulejman ibn Musa an Zuhri an Urwa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Në këtë hadith që tash e shohim, Ibn Jurayji e ka transmetuar pe Zuhriut hadithin. Dhe kur e ka takuar Zuhriun, ka unë hadithin një hadith që po ta transmetua hadithin e Aishës, Zuhriu ka një për çfarë hadithi e këj fjallin. Do të ka mohue që e ka transmetuar pe tina. Kështë ai kushti që thamë, Hanefit konsiderojnë nëse transmetuesi mohon që ka transmetuar atë hadith, atëherë praktikisht hadithi konsiderohet i dobët dhe nëse transmetuesi sikur ky ose hadithi i Ebu Hurajres radhiyallahu ta'ala kur është te larja e Anas nëse llapit që janë në të 7 herë, Ebu Hurajra e ka transmetuar hadithin, po ka vepruar me 3 herë. Kjo është ai që hadithi o është anuluar ose duhet më na shku me një këtë që Ebu Hurajra nuk i ka dhënë rëndësi asaj që ka transmetuar pe pejgamberit alayhis salam. E këtë çdo na më thon. Për ata kemi marrë atë që është me alet dhe kemi thonë që Ebu Hurajra e ka ditë që hadithi është anuluar, për ata ka vepruar me vendimin e ri, ajo është me lo anën 3 herë. Do këto janë 3 kushtet që Hanefit i kanë parapo edhe kanë kurzuar pranimin e hadithit ahad që të trijat këto ndërlidhen me transmetuesit. Po ndërsa të tjerat inshallah do t'i përmendim në javën e ardhshme ku do të sqarojmë e që në shumë të rëndësishme, janë shumë shkencore tani, e që shumë ata që si kuptojnë këto çështje, po na veshin, do të thonë Hanefit i janë kundërshtar disa bile përshkruajnë pak më edhe kanë një hap kur janë me ata muhibat e vetë, janë armist sunetit ose armist hadithit. Ja më që është tash në javën e ardhshme do të kemi më marrë me kushtet e teksteve. Po, tash do teksti do praktikisht kushtet që do të më plotësoj tash teksti hadithi, po që më koni i pranueshëm hadithi ahad. Po përfundojmë. Ata që mendojnë se Ebu Hanifi dhe Hanefit janë kundër sunetit dhe hadithit pejgamberit po përfundojmë me fjalën e Ebu Hanifes. Kanë thonë Ebu Hanifes pse po e kundërshton ngarkum për jatë hershit, të së të ngarkuam, se shakia të që po e kundërshton sunetin së hadithin e pejgamberit sallam, Ebu Hanifa është për gjithë shkurt, Allahi e mallkoft atë që e kundërshton sunetin e pejgamberit alayhis salam. Ai që thot këtu fjalë nuk i thuhet, nuk i shpifet, ajo që po shpifet kundër tij dhe pasuesve të tij, wallahu a'lam. Faleminderit shumë profesor i nderuar, neve do të vazhdojmë inshallah në javën e ardhshme prapë me hadithin ahad e kushtet dhe pranimin me tekstin e hadithit ose me metnin e hadithit. E qartë deri më atëherë shikues të nderuar, neve ju lajmërojmë që këto emisione gjitha janë të injizuara dhe të transmetuara në rrjetet sociale në emrin e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës. Ju lajmë në mëshirën e Zotit dhe lutemi për mirëqenien, shëndetin dhe begatitë e tij. Në bizotrojnë në familje tona. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Më shumë kohë